Fansat e Big Brother VIP Kosova, të magjepsur nga spekulimet, fillojnë të ndjekin çdo detaj pas një bashkëpunimi me Grande Fratello. Në këtë periudhë të pasur me ngjarje televizive dhe lajmërime të padëshiruara, një ngjarje vogël por intrigante ka ngritur në alarmin e kurreshtjes fansat e Big Brother VIP Kosova. Një moment që ndodhi në një bashkëpunim me prodhuese të njohur italiane të Grande Fratello, ka shpërthyer një breshëri spekulimesh, duke nxitur pyetje të shumta dhe duke shpërndar informacion të paautorizuar në rrjetet sociale. Në një video të shkurtër të publikuar nga Olsa Muhameti, një prej përfaqësuesve më të njohura të programit dhe producentja ekzekutive e Big Brother VIP Kosova, u pasqyrua një moment të papritur. Alaudin Hamiti, moderator i njohur dhe autor i programit, dhe vetë Muhameti ishin duke vizituar ambientet e shtëpisë së Grande Fratello në Rom, ku po zhvillohej një shkëmbim përvojash mes dy produksioneve të njohura televizive. Një bashkëpunim i natyrshëm për të forcuar marrëdhëniet profesionale mes dy ekranëve të njohur, por që për fansat duket se ka sjellë diçka shumë më të çmuar. Një të dhënë për datën e mundshme të nisjes së sezonit të 4 të Big Brother VIP Kosova. Në një pjesë të videos, ku ekipi italian është në bisedë me moderatorin Hamiti, një pyetje duket se kalon pa vëmendjen e duhur. Një pjesëtar i stafit italian e pyet Alaudinin se kur do të nisë sezoni i 4 i Big Brother VIP Kosova. Përgjigja e tij, 3 apo 7 nëntor, ishte sa e thjesht, aq dhe e fuqishme. Çdo fjalë, çdo informacion në këtë format të popularizuar ka peshë dhe merr dimensionin e një zbulimi aksidental. Kjo përgjigje e shkurtër është marrë nga ndjekësit si një mundësi e qartë që tregon datën e nisjes së sezonit të 4. Dhe brenda disa minutash, video ka shpërthyer në rrjetet sociale, duke ndezur imagjinatën e admiruesve dhe duke krijuar një stuhi spekulimesh. Ndërkohë, ndjekësit dhe komentuesit në platformat sociale kanë shpërndar me shpejtësi këtë fragment të regjistruar pa qëllim, duke shtuar çdo detaj dhe duke bërë një analizë të hollësishme të mundësisë që datat e përmendura të jenë faktikisht datat e nisjes së këtij edicioni të ri. Shumë janë të mendimit se ky moment është një shpërthim aksidental i informacionit, ndonse produksioni i Big Brother VIP Kosova ende nuk ka dhënë një konfirmim të plot për datën zyrtare të premierës. Në një kohë që fansat po analizojnë dhe diskutojnë mundësitë e tjera, një gjë është e sigurt. BBVK është një nga programet më të ndjekura dhe më të komentuar në Kosovë, dhe çdo detaj rreth tij ngjall kuriozitet të jashtëzakonshëm. Çdo gjë e lidhur me këtë format merr një rëndësi të veçantë, duke bërë që çdo spontanitet të bëhet pjesë e një bote të tërë spekulimesh dhe teorish. Edhe pse ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga ekipi i Big Brother VIP Kosova, datat e përmendura 3 dhe 7 nëntori tashmë po diskutohen si më të mundshmet për premierën e këtij edicioni të 4. Një datë që me siguri do të jetë e pritur me padurim nga publiku i gjerë, të cilët tashmë janë mësuar të ndjekin çdo moment dhe zhvillim që ka lidhje me këtë spektakël të madh. Në fund të fundit, është e qartë se për sa kohë që është Big Brother në ekran, përpjekja për të zbuluar sekretet dhe për të qenë të parët që merren me detajet e brendshme është një sport në vetvete. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.